Bashkia e Cëriku do të vijoj punën në logon e Partisë Socialiste. Kandidati Lorenz Doka fitoi bindshëm votbesimin e qytetarëve me 66% të votave, i ndjekur nga Amarildo Hoxha, kandidati i pavarur i mbështetur nga Partia Demokratike, e në vend të tretë Eligert Hima me 13% të votave. Rezultati i zgjedhjeve të 9 nëntorit ka prodhuar një fitore të pastër për Partinë Socialiste. Kandidati i saj është konfirmuar kryebashkiak i ri, duke marrë në total 6201 vota. Sipas rezultateve përfundimtare, diferenca me kundërshtarin kryesor ka qenë e thellë. Amarildo Hoxha ka marrë 1888 vota dhe Eligert Hima 1275 vota. Diferenca mes Hoxhës dhe Himës është vetëm 613 vota, duke bërë garën për vendin e dytë mjaft të ngushtë. Edhe pse gjatë këtyre zgjedhjeve nuk u shënuan incidente, problematike ishte pjesëmarrja e ulët e votuesve. Duke mos e kaluar pragun e 25%, vetëm 9528 qytetarë të Cërikut dhe njësive administrative hodhën votën e tyre për drejtimin e bashkisë. Lorenz Doka merr drejtimin e bashkisë Cërik për një mandat më pak se 2 vjeçar.